Policia njofton se një grup me rrezikshmëri të lartë shoqërore që vepronte në Vlorë dhe Fier është goditur mbrëmjen e së hënës nga një aksion policor në fshatin Vranisht. Policia ka publikuar pamjet teksa rrethon lokalin ku ndodheshin 6 anëtar të grupit, të cilët janë arrestuar në flagrancë. Mes të arrestuarve është dhe 55 vjeçari Aligjoni, autori plagosjes me armë zjarri të 27 vjeçarit Laza, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në lagjen 24 maj. Shtetasi me inicialet ID është prangosur gjithashtu sipas policisë, pasi rezultoni shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata e apelit në Lecce në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targa të huaja dhe njëri prej tyre i blinduar. Sipas policisë, një prej mjeteve të sekuestruara, BMW, është përdorur nga 55 vjeçari për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pasi plagosi 27 vjeçarin 2 ditë më parë në lagjen 24 maj.